bëjmë praktikisht eliminojmë 2 turne dhe shkolla Lev Sallata, orari normal. Nxënësit duhet hynë në mjediset e reja, edhe të shpëtojnë nga kjo historia me 2 turne, qofte edhe për të liruar shkollën tjetër, ndërkohë Lev Sallata është pajisur, ose le të themi do ripajiset në janar dhe me Smart Lab. Janari po mbyllet, por shkolla Lev Sallata në qytetin e Vlorës ende nuk ka hapur dyert për nxënësit dhe mësuesit, pavarësisht premtimeve zyrtare se procesi do të përfundonte brenda këtij muaji. Edhe pse punimet ndodhen në fazën përfundimtare, realiteti në terren tregon se rikthimi i nxënësve në ambientet e reja mbetet ende i pasigurt. Më 28 tetor 2025, gjatë një inspektimi në këtë institucion arsimor, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro deklaroi publikisht se punimet në shkollën Lev Sallata do të përfundonin brenda afatit dhe se në muajin janar nxënësit dhe mësuesit do të nisnin mësimin në mjediset e reja. Ky premtim u përcoll si një lajm pozitiv për komunitetin, prindërit dhe stafin pedagogjik, të cilët prej kohësh presin normalizimin e procesit mësimor. Por pamje që po shihni në ekran, të filmuara më datë 13 janar, tregoj një tjetër situatë. Siç duket qartë, punimet në godinën e shkollës vijojnë ende. Burime nga drejtuesit e punimeve konfirmojnë se objekti është drejt përfundimit, por kërkon ende kohë për të mbyllur fazën ndërtimore. Pas kësaj do të nisë procesi i mobilimit dhe pajisjes me bazë materiale, çka nënkupton se hapja e shkollës mund të shtyhet me të paktën 1 deri në 2 muaj të tjerë. Kjo situatë bën të pamundur përmbushjen e afatit të deklaruar më herët nga ministria, duke kthyer atë në një premtim të pambajtur. Vonesa ka sjellë reagime dhe shqetësim të shtuar për prindërit e nxënësve, të cilët kanë ngritur zërin përmes televizionit 6+1 Vlora. Sipas tyre, është e papranueshme që punimet të mos kenë përfunduar në një kohë kur shkolla duhet ishte funksionale dhe procesi mësimor të kishte nisur normalisht në ambientet e reja. Prindërit shprehen veçanërisht të shqetësuar për faktin se nxënësit janë të detyruar të ndjekin mësimin në shkollën Ismail Qemali në turnin e pasdites, një situatë që sipas tyre ndikon negativisht në përqendrimin, lodhjen dhe performancën e fëmijëve. Shkolla Lev Sallata po realizohet përmes një projekti që synon krijimin e mjediseve arsimore dhe komunitare moderne, me hapësira të reja funksionale dhe investime bashkëkohore në infrastrukturën e brendshme. Projekti parashikon kushte që modernizojnë procesin mësimdhënës dhe u krijojnë nxënësve mundësi për zhvillimin e talenteve në fusha si arti, zejet dhe sporti. Megjithatë, pavarësisht rëndësisë së këtij investimi dhe pritshmërive të larta, mbetet ende e paqartë se kur shkolla Lev Sallata do të hapë realisht dyert. Deri atëherë, nxënësit, prindërit dhe mësuesit do të vazhdojnë të presin, ndërsa kërkojnë më shumë transparencë dhe përgjegjësi për afatet e premtuara.